Është ma mirë me qenë veçare, sot? Shumë ma mirë. Pse ma mirë të regona? Me rehat, i ki punë të tua. Si shoqe edhe sot të kumë konë. Me të madhe. Tepër, ka shumë shoqëni interesi, kështu që s'kisha pas qef me rrit rrethin, heq. Sa ma ngusht qaq ma mirë. Ideal për t'i mashkull ideal. Shkura pa. Me kam burr. Burr, tamam burr. Sot i mashkulli. Aso një tro. Sa po të asë në një tro? Po zor është mi besu. Prej Lipjanit. Prej Lipjanit. Ndole për punë sot? Jo, pak shëtitje. Shëtitje. Keni dikon këtu në Perizaj? Jo. Kej, pjesë keni dalë. A ndërko me që kam mirë është? Punoj gastronomi. Që sa vite e mërë këtë punë? 2. Po në lodhshme. Pak po ja dalim. Je martuar? Beqare. Është ma mirë me qenë veçare, sot? Shumë ma mirë. Pse ma mirë të regona? Me rehat, i ki punë të tua. Po mirë është edhe me pas dikam, po shumë mirë është. Me martes, obligime të rritën edhe të vjellë lugari dikut edhe nuk është ndryshe si që një rritë single si kesh me dikam. Ndryshe është shumë, po njerë për njerë, si kam ato mendime, mirë është. A do që Kosovë femrat që kanë gjetur fatin para gjykohen shumë? Jo, nuk e menoj. Se cili e ka kohën e vetë. Sipas teje, cila është mosha adekuate për martesë? 26, 27 menoj që është perfekte. Po me kriju familjen që në mosh për shambë? Me njëherë. Me njëherë. Me njëherë, shumë mirë. Sa kështë pas dëshirë, sa fëmi kështë pas dëshirë në pas? Fëmi? A i tonë fëmi? Shumë, tepër. 4, besoj. 2 qika, 2 djem, shti falë zotin normal, po qikën s'kom qef pa motër, djallin s'kom qef pa vla, vetë s'kom motër, është, e di mungesën e motrës. E vërën mungesën e motrës. Lezër ki? Po i kam 2 matë mëdhaj, 2. Mungesa vrejet e motrës. Po, në të madhe. E ka një qënë halat pas shumë që s'ki motrë tash? E kam një shoqet ngusht, ata gjithë e kom pas offer, prej që 7 vite, 8, për gjithë shka, edhe me mamin. Sot shoqëri sinqert? Nja, më nësh me pas, taman. Tjertë më nësh me pas shoqëni, po nuk ban shumë. Kalu më në shoqërit interesi? Shumë. Për që ata nuk e zgjënoj rrethin, kam qef një rreth ngusht, një shoqe më mjafton taman. Më jemi pas 3 shoqe 4, po shoqe kafe për ma shumë. Me në person që kito që atë sot të kumë konë? Me të madhe. Tepër, ka shumë shoqëni interesi, kështu që s'kisha pas qef me rrit rrethin, heq. Sa ma ngusht qaq ma mirë. Së ma shumë për këtëna personave? Mase që dë më thënë t'i jelën du. Marë pësime ma shumë? A ku marrë qysh? Ki marë pësime ma shumë për persona që jelën du? Po. A është e leti i besosh një personit sot? Aso një tro. Une kam besu shumë ma herët, apë një shoqëni sana, ama jo ma. Aje sot pishmani që ki hup kohën për ta? Jo, është ka mësim, pse jo? Ti sa do që ki shoqëni, sa do që te mëson, si një të keqe, si një të mirë, është qajo, mësim. Nuk është humbje kohë, se është eksperiencë, është mësim për të ardhmen. E din që ka me bo, e din që me vepru, si ta shen njerin, e din që ka për qëllim edhe qajo. Masi që qenë ke single të lesh? Ideal për t'i mashkull ideal. Shkura pa. Me kam burr, tamam burr, me pas qëllime një jetë qarta. Jo pe bëj këta, mos me di qka po fol, me di tamam burr. Ka sot qasi burra shumë. Besoj që po, ama trall. I beso sot i mashkulli. Aso një tro. Sa po të asë në një tro? Po zor është mi besu. Njejtë është, si për femna si për meshkuj, po? Qa me bo? Shumë njejtë është. Për 2 palët. E keshe falë tratin? Jo. Asë një herë? Jo. Po, një mësi të dytë një personi a kështë Qeq. Mundësi e dytë ipet nëse e ka bo një loj gabimi të vogël. Ama trathia është trathi. Ata s'besoj që as te e kishe falë. Shtratal, kur jem të kjo pjesë, me shkujt apo femër Dët. pasha? Si femnat si meshkujt.
Femnat edhe ma shumë. Meshkujt mos ja dojnë. Që meshkuj me dikon po tratojnë edhe ata? Njejt është. Nëse është bërë tradhtia me dënim, a kështë pas dëshirë në vendin tonë? Disa vende është bërë, domethënë me dënim. Burg, direkt. Qa me po, duhet me dënu. Ti shkon, ama qa me po. Gjithse cili e vun gabimin e vetë. I dënon zoti, qa kena me dënu na. Sa për shembull dënimi kisha dhënë një personi se domethënë ka tratuar. Sa dënim? Po. Nuk e di. Thjesht, e vun. Nashta diçka më bën mu keq e vun me dikën tjetër. I kthehet e njëjta. Karma. A beson ti në karmën? Ona? Apo, Ju a besoni? shumë. Shumë besoni. A është kjo realitet? Çe Po. besoni? Ka ndodhur shumë herë në shoqërinë teme, e njëjta ka ndodhur. Kështu që mendoj që është e vërtetë. Do të mesazh gjithë femrave, ja don, ju si një femër. On, Që mesazh. veç punani, mësoni edhe qaq. Më fokusu ma shumë të vetja, me pas konfidencë dhe normal, kush don për që ato që je, mos ndryshoni për kërkan. Që kjo është mesazhi jam. Çka kishë ndryshuar në jetë? Për këtë pjesë. Në anëtorë dhe një pyetje. Çka kishë ndryshuar në jetë? Për çka kishë ndryshuar? Nuk është që kisha ndryshu diçka, jam shumë e lumtur me jetën që kam. Me bo diçka në jetë normal, me arrit një biznes, një diçka, kisha bo isha mirë me diçka. Diçka s'kisha ndryshu shumë. Përshëndet shumë. Faleminderit shumë për kohën që Për juve, faleminderit shumë. Respekt. Faleminderit shumë.